Shqipëria ka arritur fitoren e parë në kualifikueset e botrorit 2026 duke triumfuar me rezultatin 3-0 përballë Andorrës në arenën kombëtare. Pas disfatës me Anglinë ku qëzinte Silvinjos, arritën pikërisht atë që donin kundër ekipit më të dobët në letër, duke mos e diskutuar në asnjë moment fitoren, të cilën arritën pa probleme. Sfida nisi mjaft mirë për kuqezin, të cilët gjetën rrjetën që në minutën e 9 me Manajn, i cili pas kryosimit të Aslanit goditi me kokë dhe solli festën në stadium. Pas 11 minutash ishte Pomane i cili pas një superveprimi të brojës brenda zonës dhe asistit të tij dyfishoi shifrat, gol që solli edhe qetësinë në kampin kuqezi. Pjesa e dytë u kontrollua më mirë nga ana të besuarve të Silvinjos, me trajnerin brazilian që vendosi të mos rrezikonte futbollisti Gjimshiti, Broja dhe Laçi duke i zëvendësuar. Në fund kishte fest edhe për Ozunin, i cili shënoi golin e tretë të ndeshjes, i cili u konfirmua edhe nga VAR. Nga ana tjetër, miq nuk kishin asnjë rast të rrezikshëm, me Strakoshën që shumë rrallë herë preku topin gjatë këtij takimi. Kështu Shqipëria shkon në kuotën e 3 pikëve në vendin e dytë të grupit K, duke parakaluar Letoninë dhe qëndron pas Anglisë kryesuese. Kjo fitore duket se ka kënaqur trajnerin Silvinjo, i cili u shpreh se ishte përgjigjja e duhur pas disfatës me Anglinë në Wembley. Gjithçka ishte shumë e shpejtë. Ky është një grup i vështirë. Ishte një detyrim fitoria ndaj Andorrës për të arritur dhe qëndruar në lojë. Ekipin e Andorrës e njohim mirë, pasi kemi luajtur më përpara. Është një ekip që luan me zemër. Pas Anglisë, arritëm të bëjmë një ndeshje të mirë, pavarësisht se mendoj që edhe atje luajtëm mirë. Bëm disa ndryshime strategjike edhe për arsye të lodhjes së futbollistëve. Unë mendoj që e kemi merituar dhe kemi disa kohë që nuk kemi fituar ndeshje të tilla dhe me rezultat të mirë. Tani shohim përpara për qershorin. Sa i takon kualifikimit në botëror, është pak më ndryshe dhe më i vështirë. Duhet të bëjmë më shumë për të arritur aty. Me Andorrën ishim pak më tepër në presion, pasi ishte një ndeshje që duhej ta fitonim dhe nëse nuk do merrnim 3 pikët, do të bëhej më vështirë në vazhdim. Strategjikisht mendoj që kemi bërë një punë shumë të mirë. Futbollistët kanë bërë shumë mirë dhe kanë sakrifikuar shumë edhe në ndeshjen në Wembley, ku rikujtoj që Anglia është një kombëtare që ka luajtur finalet e 2 europianëve të fundit. Nëse nuk vrapon, krijon aksione dhe mbrohesh mirë, mund të pësosh 5 gola, por unë mendoj se futbollistët kanë bërë shumë mirë në këto 2 ndeshje. Për sa i përket ndeshjes së ardhshme me Serbinë, duhet të fillojmë ta studiojmë që tani, por jam i lumtur që kam shumë futbollistë me karakteristika të ndryshme, të cilët kanë dëshirën për të qenë pjesë e kombëtares dhe që mund t'i përdorin për të luajtur në varësi të kundërshtarëve. Tashmë Shqipëria i mbyll ndeshjet e marsit me 3 pikë dhe ndez motorët për ndeshjen e madhe me Serbinë, e cila do të zhvillohet në arenën kombëtare me 7 qershor ora 20:45.